Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tammu taslim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdallahu xhalla xjalaluhu për gjitha mirësitë e tij, salavatun mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke përcjell mesazhe për kërkuesit e diturisë, për nxënësit e dijes. Kemi thënë se të gjithë ne jemi nxënës të dijes. Sot jemi gjallë, jemi nxënës të dijes dhe nuk është mirë askush me privu vetveten nga kërkimi i diturisë. Madje kemi thënë javën e kaluar, qoftë që e bën jetë, një herë në javë me ndëgju një ders, një ligjërat, ti e kërkuesi i dijes. Normal, kërkuesit e dijes nuk janë të njëjtë. Ai që për çdo ditë kërkon dituri, ai që 2 herë 3 herë në javë kërkon dituri, ai që 1 herë në javë, të gjithë janë kërkues dijes. Dhe kërkimi i dijes të ndershëm vëllezër nuk ka moshë të caktuar. Jem të fol për dituritë fetare ekskluzivisht. Jo për dituri shkencore, nuk është tema jonë. Ajo, jem të fol për dituri fetare, për ata që për herë të parë prezantojnë, kanë nevojë me ndërlidh me ligjëratat e kaluara, sepse kjo është një cikël i ligjëratave. Kemi folë në javën e kaluar se kërkimi i diturisë është ibadet në veti. Sikur që namazi është ibadet, adhurim, agjerimi është adhurim, kërkimi i diturisë është adhurim në veti. Paguhet shumë te Allahu xhalla xhelal. Për atë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, ai që e ndjek një rrugë për të kërkuar dije, përmes kësaj rruge Allahu ja leton hyrjen në xhenet. Pra, investimi, lodhja, shpenzimet e ndryshme që bëhen krejt këto paguhen tek Allahu xhalla xhelal. Pra, ligjërata ka të bëj edhe me talebet që studiojnë në tokat arabe, edhe këtu në për universitetet të ndryshme në vendin tonë, por edhe për xhamatin, ata që marrin dije te hoxhallarët, përmes rrjeteve sociale e të ngjashme, të gjithë po i synojmë me këto këshilla. Edhe sot do të vazhdojmë njëjtën temë që kemi pas në javën e kaluar, pra duke marrë parasysh rëndësinë e temës, po i përcjellim në vazhdimsi edhe disa këshilla të radhës. Ashtu siç kemi thënë të ndershëm vëllezër për këtë temë që është e rëndësisë së veçantë, me qëllim që të ruhen vlerat, sepse dituria në parim të ndershëm vëllezër, dija është nga cilësitë e Allahut xhalla xhelal. Është mall i Allahut xhalla xhelal, nga se prej atributeve të Allahut është El Alim, i gjithdituri, Alamul Ghuyub, ai që i din madje edhe të msheftat. Pra, është cilësia Allahut xhalla xhelal. E nëse Allahu të ka pajis me dije që të ka dhënë diçka nga vetja e tij. Prandaj duhet me e çmu. Në radhë parë duhet me e çmu, me e vlerësu, me e ru. Krejt këto dojnë investim të ndershëm vëllezër. Kur flasim për dijen fetare, pra duhet të shtohet vëmendja. Kemi thënë ndoshta shumë e kom përsërit në për ligjëratat e kaluara, po ja vlen me e ripërsërit, që dallon çështja pozicioni kur të folum për një segment fesë, bën apo nuk bën, me kur folum për veturën, për makinën e kerrit, për telefon, aty edhe mja huq nuk është shumë problem. Kur folum pra për veturat, për shtëpinë, për teknologjien, për ndërtimtarien, edhe mja huq dikon nuk ka problem. E bën një farë defekti, po nuk ka rrezik. Për fe vëllezër, duhet me pas shumë kujdes se ti je të fol për një çështje të shenjtë. Je të fol për diçka që është shumë e përgjithësi. Prandaj duhet shtuar kujdesin. Në ligjëratat e kaluara kam përcjell disa koncepte, disa rregulla sa i përket kërkuesve të dijes, po vazhdoj edhe me tutje. Pra, kam filluar në javën e kaluar të flas është rregullimi i njetit, i qëllimit gjatë kërkimit të dijes. Pra, shumë e rëndësi
rregullimi i njetit, e si ta rregullojmë njetin, qëllimin gjatë marrjes së dijes. Dëgjojmë ders, e lexoj madje një libër, unë po filloj prej minimales deri te hoxhallart, deri tek ne, deri te studentët që studiojnë për fe. Pra, po filloj prej xhamatit. Qysh me rregullu njetin kur unë ndëgjoj një ders. Njeti është që me kërku, me ndëgju çat ders për vetvete. Unë mu pajis me dije, unë me adhuru Allahun mirë, e pastaj mi mësu familjen. Kur e marr një libër me lexu, atë libër me lexu që unë mu pajis me dije, e pastaj me apërcjell fëmijëve dhe familjes. E jo për të shtirë se di, jo për të mujt shokt, jo për të hinë debat me tjerë, jo për të polemizu. Pra qëto smundjet e internetit, që për i dini edhe vetë, këto paraqesin rrezikshmëri të lartë. E keni vërejt vëllezër, mujna me thonë lirshëm, mbi 90% këtyre debateve nuk janë prezent hoxhallar, janë xhamati, që posa kanë fillu me mësu një ajet, një hadith, edhe ata, domethënë, bojnë trazirat të tilla në rrjetet sociale. E këtu gjithsesi që duhet me cek një hadith, që është bukur kërcënues për ata që nuk e kanë jetën e mirë gjatë marrjes së dijes, edhe na dhimbsen se koha ju shkon poq. Ibn Omeri radhiyallahu anhu transmeton ku pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Men ta'allama ilman liyubahi bihi al-ulama." Kush e merr një dije që të krenohet para dietarëve, para hoxhallarëve, që unë di, që e kom mësu këta, e të ngjashme me radhë, au ljumari bihi sufaha, ose të polemizon me mendje letët, au ljesrf e vujuhen nas, ose që të tërhik ftyrat e njerëzve, pra që të josh njerëz që po dim, ju të regu e kështu me radhë, që shapuna e qëtina, ka thonë pejgamberi sa fehua finnar, ajo është në zjenë xhehenamit, zotëruma. Pra, hadithi është i sakt, e këtu du të nxjerrim mësime të ndershëm vëllezër. Pra, parimisht na jemi të thirrur me kërku dije, dhe i kemi fol këtë tema, kemi ligjëruar për këtë tema, por ne jemi të fol që dituria fetare do të jetë e kristalizuar, do të jetë shumë e kulluar njeti, do të jetë shumë i çiltër, shumë i pastër, që qëllimi jonë është me bëj ibadet Allahun me këtë dije. E tani sot mujna me mësu të tjerë, gjithmonë të uru. Vëllezër, sot me marë, vetëm si shembull po e ceki në tokat arabe, në tokat islame, ka me qindra mija djetarë. Madje djetarët flasin që ka shumë djetarë që nuk ekspozohen, nuk dalin para medjave, nga rreziku i njetit. Ani pse kemi folë për këtë temë, pak e kemi prejkë në ligjëratat e kaluara, që ai që ka dije dhe pytet, duhet me shpërnda dijen, sepse rrezikon pozitën të Zotit. Mirë po, ata thonë, derisa ka dietar, po dhe në vendin tonë, ka shumë hoxhallar të mëdhej që nuk dalin para mediave, nuk dalin në publik, pej frikës që ty në argumente. Pra i bie të ndershëm vëllezër, ky mesazh duhet përcillet te xhamati. Ti çfarë trimi je me kaq trimni që po del, pra ke ngu një ders të hoxha, ke ndëgju një ajet, një hadith, ose që një vjet po ngon ders, edhe del në media, bën polemik, ose flet, ose këto paraqesin pra rrezikshmëri të lartë, andaj kujdes pra sy e faqësisë. Kujdes sy e faqësisë. Kjo është temë në veti dhe kemi folën të kaluarën për rrezikun e sy e faqësisë, por edhe këtu na shfaqet smundja e sy e faqësisë. Sy e faqësia pra imposht veprat e mira dhe rrezikon pozitën te Allahu dhe imposht çat vepër. Domethënë vepra nuk pranohet te Allahu xhelxhelalu, në kuadër të kësaj vjen edhe hipokrizia, munafiklaku, që të dyja këto paraqesin rrezik. Po ashtu, siç e tham më herët, krejt këto determinojnë pra njoftimin e të tjerëve se po di. Pra, veç vetvetes me i thonë, me të shkumenje, kjo paraqet rrezik, lere me paraqit pra publikisht e dikush tjetër se unë e po di ose kom mësu e të ngjashme. Po ashtu të ndershëm vëllezër, siç e ceka edhe në hadith, pra
lavdërimi para shokëve, me u lavdëru para shokëve, me një vetin më nalt se shokët e tu, se unë e kam mësu, po ngoj ders, po shkoj në derse, ose po lexoj libra të ngjashme, të gjitha këtu pra paraqesin rrezikshmëri të lartë. Prandaj dhe me të drejtë ka thënë Sufjan el-Thauriu, Allahu më shëroft, njëri prej haxhallarëve në gjeneratat e para, prej dietarëve të njohur, ka thënë ma alajtu shay'an ashaddu alayhi min niyyati. Nuk kam kuru diçka më të vështirë se sa niyetin. Nuk jam marrë me diçka me trajtu më shumë se sa niyetin. Pra, nëse kish me barazvlerësu me ndonjë smundje, nëse pra e marrë me një smundje, nuk i kum nejt gati një smundjes me ilaçe më shumë se sa niyetit. Llogaritin çysh e kanë para pa këtë çështje pra dietarët e hershëm, prandaj pra shtohet kujdesi. Gjithsesi, kërkuesit e dijes, pra në çdo kohë, në çdo vend, në çdo situatë do t'i shoqëroj frikën ndaj Allahut xhel xelaluhu, sepse pra kemi të bëjmë me diçka të shenjtë, me vlerë, pasuria e Allahut, cilësia e Allahut, ta ka dhënë Allahu, vlerësohet. Pra, përveç që dijem, duhet pra me falendëru Allahun për te, dhe duhet me shtin funksion gjithsesi që ju afrojmë të tjerëve, e nuk duhet me e keq përdor, pra, si që e cekëm në hadith, për të debatu me të tjerë, për ta një vetin më lartë, e të ngjashme. Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, në suratul Baqara, me tekst të veçantë ka specifiku një mesazh, thot Allahu xhelle xhelaluhu në citatin kuranor, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahun, Allahu ju mëson juve. Dietarët islam kur kanë folur për këtë pjesë të citatit kuranor, kanë thënë se një prej arsyeve që ose s'ta mundson Allahu me marrë dije, ose ki vështërsi në marrje të dijes. Pra, pamundësia për të marrë dije, s'un po gjan kohë, s'un gjan kohë me shku një ders, s'un gjan kohë madje edhe me ndëgju një ligjërat, në kerr të hec, s'un gjan kohë me lexu një libër. Pra, kemi cek vëllezër këta dhe duhet ja vlejmë për disa gjana me ri përsërit. Në shoqëria jonë vëllezër, aq sa përshkruajnë dietarët, haxhallarët në vendin tonë, në asnjë kohë nuk ka pas haxhallar më shumë dhe më cilësor se sot që në këtë kohë. Po nështë edhe pi që ka ligjërata derse shumë, edhe xhamati do thot e ka të fshisuar pe gjan vetin me shku për shkak me ndëgju hoxhen, ose me ble libër me lexu e të ngjashme. Pra, secili duhet më nejt vetit gati. Unë mendoj me pas kthy kohën, sikur të ishte e mundshme, me ringjall babgjyshat edhe katragjyshat, edhe më afru këtë cilësi të haxhallarëve që janë sot, po besoj që ata kishin nejt prej sabahit deri në akşam të nguders. E kom thonë këtë edhe me një xhumë, prapë po e them se kjo është ankesë jona e haxhallarëve që mangësia e xhamatit. Na e di më vëllezër, unë edhe nëse flas për avdesin, ka këtu tri që nështë për herë parin dëgjon çato gjëra. Por edhe nështë aty të ka ikë një detaj që ta shemson. Po ndoshta e ki diçka që tu ka përzia, bën çështo ajo. Për shembull, nëse hipotetikisht për ngritje veç një mesele, nëse unë kisha bën një pyetje publike kështu. Për shembull, na falmi, ju falni që 20 vjet, 30 vjet. Veshi, po flas fetarisht në tash, juridikisht për bëj pyetjen. A e ka vendin në fytyrë anë kokë, sipas fesë? Përgjigjen s'pe du tash. Ti vish merr pyet e vetin, pra nëse e kisha nis që tash me fol para vdesin, llogaritë ti sa ki nevojë hala me mësua vdesin. Le mos anë e tjera, prandaj mos u ni indiferent dhe pa nevojshëm me ngu ders. Çaj ko, një orë, një javë te hoxha yt që aty ku shkon, pra kështu mësohet feja edhe forcohemi në marrjen e dijes. Allahu po thot, isha duke komentuar citatin koranor, keni frikë Allahun, Allahu ju mëson. Sa ma shumë ta shtojmë frikë respektin ndaj Allahut, shtohet dija. Hapet diapazoni marrjes së dijes. Hapen rrugë për të marrë dije. Pra sa ma shumë të shtohet takvallahu, aq më mirë i kemi punë në marrje të dijes. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." O ju besimtar, nëse ju keni frikë Allahun,
Allahu u jep Furkanin. Këtë citat e kemi shpjegu shumë herë në përpjesë ndryshme të këshillave, po dhe këtu e ka venin. O ju besimtar, nëse i dëruhuni Allahut, pra i kryni ato që ka kërkon Allahu dhe ruhuni prej ndalesave, Allahu u jep Furkanin. E çka i bjen me ta dhënë Allahu Furkanin? I bjen me ta dhënë një mjet dallues, ku bën me shku edhe ku s'bën me shku. Ku me harxhu kohën edhe ku me harxhu parën edhe ku me harxhu mundin e kështu me radhë. Me pak fjalë. Pastaj Allahu xhelle xhelalu flet në citate tjera kuranore për këtë temë, për këtë pikë, por çështja e takvallahut mbetet pra sikurse njëti. Një vlerë për të cilën kemi nevojë të investojmë në vazhdimsi në jetën tonë. Pastaj pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Ittaqillaha haythuma kunt." Ke frikë Allahun kudo që t'jesh. Pra nëse dën Allahu me të furnizu me dije të mirë, atëherë pra ke frikë Allahun kudo që t'jesh, sepse për ndryshe të kundërtën privohesh prej dijes. Siç e kemi përcjell të kaluarën një fjalë për Imam Shafiut, një prej hoxhallarëve të mëdhej, Allahu më shëroft, i cili ja ka paraqit një ankesë mësuesit e tij Vekijes, thotë shakautu ila wakia su hifdhi fa arshadani ila tarki al-maasi. Ju kom anku mësuesit tim se ka fillu memoria më dobësues, po moj mend shumë. Mësuesi im thotë më ka sugjeru me u largu prej gjunaheve. Pse? Sepse ka thonë, dia është dritë. E Allahu dritën e tij nuk jep gjinaqarit. Prandaj, sa më shumë ta shtojmë takvallahun, jemi më larg mëkateve dhe hapet diapazoni për dije. Pastaj Imam Ahmedi, Allahu më shëroft, kur ka folë për këtë pikë, ka thonë: "Aslul ilmi khashyetullahi ta'ala." Esenca e dijes është me pas frikë Allahun. Pra, si ta kem frikë Allahun në jetën e përditshme, në çdo pjesë të jetës, atëherë furnizohemi me dije mirëfilli. Shumë çka kam për të thonë, kisha plan sot me përmbyll këtë temë, po mundohena me cek edhe disa gjëra që ta përmbylli këtë temë për shkak të temave tjera që na presin. Pra, kërkuesi dijes, talebja, secili prej neve do të mu pajisë të ndershëm vëllezër me sabër, me urtësi, me durim, me frymarrje të gjatë, mos mi përshpejtu sukseset. Dija nuk mirret për një herë, siç thonë dietarët islam, ai që e merr dijen për një herë e humb për një herë. Dija do ndal nga dal, pak nga pak, domethënë duke marrë, duke zonë vend. Për urtësia, me qenë pra i përullur, modest, para Allahu xhel xhelal, dhe shumë çka kërkohen që tani nuk po kam kohë më shumë me u detajun këtë pikë, po du ta cek edhe një detaj për para se ta mbylli ligjëratën. Të ndershëm vëllezër, dietarët islam pos tjerash, këshillat që i përcjellin për kërkuesit e dijes, thanë të gjitha grup moshave që marrin dije, pra dijen fillestare me marr nga hoxhallarët. Themelin e dijes, bazën merren nga dietarët, sepse shumëta janë kritikat e dietarëve në raport me kërkuesit e dijes që vetë mësojnë fenë. Ka thonë njëri prej dietarëve të kohës tonë, ai që vetë mundohet me mësu fenë, rrezikon shumë shpejt me dalë prej saj. Sepse ka nevojë feja, pra dija fetare për mësues, sikur që kanë edhe shkencat të tjera. Pra për atë arsye çojmë nxënësin në shkollë me mësu matematikën, edhe gjuhën shqipe, edhe lanë të tjera, që mund t'ja mëson edhe prindi dhe një mas, por jo me arrit ato që kërkohet. Pra, në aspektin fetar, parimisht kërkohet të ndershëm vëllezër që dija fetare të mirret prej hoxhallarëve, prej dietarëve, sepse ata fillimisht japin bazat e shëndosha, pastaj ta shkurtojnë rrugën, e pastaj të tregojnë se në këtë kohë çka duhet me mësu, e nesër çka duhet me mësu, e në të ardhmen e kështu me radhë, me qëllim që të jesh stabil në marrje të ditorisë. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që në këtë drejtim është shumë e rëndësishme edhe përzgjedhja e shoqërisë, për cilën kemi folë shumë, do thotë për këtë temë, pra në kuadër të marrjes së dijes mirëfilli, dijes së shëndosh, është edhe përzgjedhja e shoqërisë.
Shoqëria ndikon jashtëzakonisht shumë. Prandaj përzgjedhja e fëmijët tonë shoqërinë në marrje të dijes. Edhe nata e përzgjedhmi shoqërinë në marrje të ditorisë, kësaj pra plotësohen kriteret e kësaj vlere. Bëhemi kërkues të dijes, pra e shtojmë edhe një vlerë në vetveten tonë. Ashtu kemi thënë në javën e kaluar, vim këtë ditë, për shembull ditën e xumë, me fal xumën, edhe dikush ka kohë me ardhë më herët, i mundësohet të paktën një ligjërat me ndëgju një javë. Sipet mundësia tjetër, elhamdulillah, një ligjërat për te shënosh të Allah thamë kërkues i dijes. Tipet mundësia me ndëgju një ligjërat përmes rrjeteve sociale. Bëni një jetë marrje dijes, jo vetëm me kalu qatë kohë, marrje dijes. Tipet mundësia me lexu një faqe, një fletë prej librit, bëni një jetë kërkim të dijes. Krejt këto për të ndershëm vëllezër, regjistrohen në regjistrin e sevapeve, e shpërblimeve në radhë parë, pastaj ngritemi në vlera, sepse dija të ndershëm vëllezër i ngrit vlerat. Njeriu cilësohet tek Allahu xhallal xhelalu, pos besimit cilësohet me nivelin e dijes që ka. Para të arsye Allahu xhallal xhelalu, po ju rikujtoj edhe një herë me citatin që e kam shpjeguar para disa ligjëratave. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allahu pra ngrit paraqet pyetje dhe vetë përgjigjet. Pyetja ata po thot Allahu, a mund të krahasohen të diturit me të paditurit? Gjithsesi se nuk krahasohen. Prandaj, qoftë me një ligjërat një javë, ke mësu diçka, sepse mrena mujt i merr 4 ligjërata. Ke dallim për atij që nuk merr fare. Kështu që të ndershëm vëllezër, këtu ishin disa prej sugjerimeve, këshillave, të cilat na duhen në jetën e përditshme, me qëllim që të plotësohemi në vlera, ta fisnikrojmë shpirtin ton, jetën ton, qëllimin ton, të bëhemi më të mirë, sa më shumë të dimë, jemi më të mirë tek Allahu xhallal xhelaluhu, në suazat të dijes të mirëfillt, ne i shfrytëzojmë edhe vlerat e jetës së kësaj bote më mirë, përveç që adhurojmë Allahun më mirë dhe i vëmë në funksion normat, ligjet që Allahu xhallal xhelaluhu ka kërkuar prej neve. Lutim Allahun xhallal xhelaluhu që të na pajis me dije të shëndosh, me dije që Allahu është i kënaqur dhe na bën prej atyre që kemi frikë respekt ndaj Allahut xhallal xhelaluhu. Allahu shpërblet për vëmendje. Alhamdulillahi rabbil alamin.